Atë mirën që ja ka bo qytetari i Kosovës, ka në ordonani zotni, ty po dojmë me shumicë votash, një demokratike, dhe ti ana institucionet cilat na takojnë si pas randit kushtetues. Dhe ky nuk ka qenë zoti me i dhonë institucione, për shkak të noteve të kryendeqësisë edhe të blokotës ndaj të gjithëve, të cilët njëherë ka pas kundër opozitës, mas ne ju kthy kundër listës sërbska dhe në fund përfundoi kundër gazetarëve. Po këta tjerë janë për qeveri? Këta tjerë, shiko kushtim, ish opozita, domethënë nuk ka numra. Po s'ka as ky as ta. Shiko, ky ka, sepse ky i fuqishmi, i madhi, i pari, gjithmonë edhe me 3 verdiktet e gjykatës kushtetuese të fundit i shkruan aty. Domethënë e bardha në zezë. E zeza në bardhë, më falni. Bashkëpunim, në mirëbesim, marrëveshje dhe koalicion. Në 3 verdikte shkruan. Ky nuk do me ni për mirëbesim, nuk do me ni për marrëveshje, s'do me ni për koalicion. Dhe do me qu vendin zgjedhje, këtu pajtohena me gjithë kolegë këtu. Dhe apo shkojmë në zgjedhje, apo shkojmë në zgjedhje? 100%. Tash nuk ka mu as logjik me mendu diçka tjetër, dhe me e legitimu para militantëve ti, zgjedhësve ti, një koalicion të mund shumë me këto, por do t'jetë PDK si e preferu me kryesore, për shkak se me PDK një zgjidh ka gjithë probleme, që është edhe zgjedhja e... Unë që është e kundërta, unë menoj që këtë situatën e ka pruzë dhe Kurti dhe këtu për me pas LDK-n brenda. Dhe ka pru para këtë krym situatën ku LDK du zgjedh, sepse tash ajo mbetet me... Njëherë nëse ti njëherë po shnon një partner. Ai partner vun nga patologjia e besprejtjes. Qartë kjo, unë nuk po paragjykoj çka do doj LDK do të shkojë ajo, por situatën besoj që politikisht patologji shoqërore, thuaj se shikoj shoqënia i ka smundjet e veta sikur organizmi, sepse shoqënia është në thelb një organizëm. Dhe funksionon si organizëm. Njerëzit me apre një gjymtyr ose një ven ose një damar ose nuk funksionon. Ose s'po ku me avërbu një sy sheh keq.